kur ishte në Divjak shtabi i përgjithshëm, nuk kishte asnjë sistem administrativ. Sidoqoftë, UÇK si duhej që të prezantohej si një ushtri e rregullt në mënyrë që të kishte kontakte me komunitetin ndërkombëtar. Ristrukturimi i UÇK-s në nëntor të 98-s ishte pikërisht mundësia e duhur që shtabi i përgjithshëm të ndërmerrte hapa për krijimin e një sistemi administrim të brendshëm. Fatkeqësisht, për shkak se nuk ishin pajisje, personel dhe burime, kjo përpjekje që e vetëm pjesërisht e suksesshme, sepse kapacitetet administrative të UÇK-s ishin të pakta. Tani ky është konteksti që tregon emërimin e zotit Krasniqi si zëvendës komandant për mbështetje. Por kjo është dhe piknisja ku trupi gjykues do t'i jap peshë dhe rëndësi provave dhe dokumenteve me shkrim që prokuroria pretendon se janë shkruar nga Jakub Krasniqi në këtë cilësi. Më lejoni edhe një herë që t'jemi qartë për këtë pikë. Ne nuk e pranojmë që këto dokumente janë nënshkruar për Jakub Krasniqit. Bara për të vërtetësuar autorësinë është e prokurorisë, e cila nuk ka arritur të respektojë standardin minimal që këto nënshkrime mbi këto dokumente i përkasin Jakub Krasniqit.